Dramën në showbizin shqiptar, moderatorja Neda Balluku i ka dhënë fund martesës 10 vjeçare me Ogren Ballukun, vllau i zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke kërkuar zyrtarisht divorcin në gjykatë. Neda ka kërkuar këtë të hënë në gjykatë divorcin nga Ogren Balluku, teksa kohët e fundit marrëdhënia e tyre ka qenë në krizë. Ata u njohën në vitin 2010 kur të dy ishin konkurrentën të spektaklit Big Brother Albania, një prej çifteve më të përfolur në atë kohë. Neda dhe Ogreni vendosën të martoheshin në vitin 2015, ku nga kjo martesë kanë ardhur në jetë dy djemtë e tyre, Sersh dhe Zai. Ndonse jeta e tyre ka qenë kryesisht private, Neda nuk ka nguruar her pas here të rrëfejë në media momente të veçanta nga ky rrugtim tepër të bukura. E mediat ros shpesh i kanë cilësuar si një ndër çiftet e ekranit që i kanë rezistuar kohës. E ftuar në emisionin Goca dhe Gra, Neda Balluku për herë të parë ditën e nesërme do të fletë për marrëdhënien e saj me Ogrenin dhe çfarë e shkatroi këtë martesë.